Rusi, Ukrainë. Të janë vënde pastaj? Po, edhe vëndet të tjera që është Prishtina më e madhe se duket të pamundur për të pasqyruar. Tash pra, kryesisht ato që punësojmë ne janë indianët, filipinezët, edhe egjiptianët. Nga eksperienca personale, filipinezët janë, shtetasit filipinezët, Dalemi tek filipinezët. janë ata që janë më të... Se i shoh që kryesisht të vinë edhe në për shtëpia. Flora, tani... Po, të vinë të gjitha llojet e... Jo, ju të dy së bashku me gjithë respektin, po të me vinë 20 profesionistë ju, nuk e besoj dot që filipinezët janë më pastërtor edhe janë më të sjellshëm në shtëpi edhe gatojnë më mirë se ne. Kam përshtypjen që nuk është kjo arsyeja, por mora këtë arsye, amarzonja e qëndron. Nga Filipinet pra i vajzave. Është një bullizëm për shtetasit e Filipinës. Nuk i paraqykon dot. Kam përshtypjen që një sër arsyesh që mund t'jenë tekniko-burokratike, pra është më e mundur t'i sjellësh fjala vjen nga Filipinet se sa nga Myanmari, ose se sa nga Nepali. Nga Nepali ose nga India vinë kryesisht djem, kurse nga Filipinet vinë kryesisht vajza, sepse ndoshta niveli ekonomik i Filipineve mund t'jetë më i ullët dhe ato janë të gatshme, po themi të vinë, pra të sakrifikoni, të lënë familjet e tyre në një vend kaq largët si Shqipëria për të ardhur edhe për të punuar, kryesisht në familje, duke i konsideruar si sektor të sigurt. Pra, në një familje, sido që t'jetë puna, nuk të ndodh asgjë e keqe, sepse ti... Dhe mos në Shqipëri, me thënë drejtën që Shqipëria është akoma... Në Shqipëri nuk të ndodh asgjë kundri asgjë, sepse duke qenë një popull emigrantësh, ne, për shembull, por edhe familja tradicionale në Shqipëri, nuk ankohet për keq trajtimin ose bullizimin e emigrantëve. Ne nuk jemi racist, as racist në gjyre, as nivelli shoqëror, jo. Do me thënë, nuk ditë jetë bërë ndonjëherë problem për shumë që të trajtohet keq një emigrant. Për kuriozitet më te, për pagat, mendoni që i vlerëson një lloj si shqiptar? Jo, pagat, shiko, pagat të huajve. Kur i paguajnë? Po, janë pak më tulta se sa ato që kërkojnë atere. Janë paga normale, brënda logjikës të tregu të punës. Por atyre ju ofrohet akomodimi dhe ushqimi. Pra ka një tjetër lloj marrëveshje. Gjatë sezonit turistik edhe shqiptarëve ju ofrohet akomodimi dhe ushqimi dhe kërkesat, se këtu dua të ndalem, kërkesat që ka një staf shqiptar për të punësuar në sezon turistik nga Tropoja deri në Ksamil, se gjithmonë flasim kështu jugu, po veriu bënamin në turizëm edhe shumë mirë se është shumë i bukur. Kërkesa që do një staf shqiptar, një guzhunjer shqiptar, një banakier shqiptar, një kamarier shqiptar, dhe një sanitar, një recepcionist dhe sanitar janë dy nga postet që ty, do me thënë, të mbyllin biznesin. Sepse ti në momentin që nuk ke sanitar dhe recepcionist, ti mund të kesh shefin më të mirë të guzhinës, ti mund të kesh shefin e sallës më të mirë, ti nuk ka hap dot. Dhe më besor, sektori që qalon më shumë, qalon më shumë sepse nuk ka njerëz. Ka shumë problematika, ti shkon në një lokal të frekuentuar pjesë. A mbyt me i batut, lutem se jemi në limite. Jo, dua të them këtë që një staf shqiptar, kërkesat për atë sezonin që do vi 3 muaj, 5 muaj, 4 muaj sa do vi, i ka 3 fish dhe është totalisht i pakualifikuar. Ndërkohë nëpërmjet këtyre agjensive ose 1001 formave të tjera, ti minimalisht ke mundësi të zgjedhësh që mos ta marrësh ato të huajnë në kualifikimin 0. Ai niset nga shkalla 1, 2, 3. Dhe sigurisht pagat i ka shumë më të arsyeshme për sa i përket jo më të ulta, jo se ke shtrajtohen dhe kanë paga të ulta, kanë paga shumë të mira, por jo paga të fryra, të cilat plasin si një tullumbac që kërkon stafi shqiptar i pakualifikuar. Doja një batut? Atëhere. Të punësuarit e huaj në Shqipëri janë një e keqe e domosdoshme, që do të thotë parimisht mund të mos jemi dakord me ta, por na duhen. Prandaj po them, vetëm zgjidhni agjensin ose burimet e duhura të, le të themi, të komunikimit për t'i gjetur nga agjensi të cilave mund të kërkoni llogari pastaj për çdo lloj problematike tjetër që ndodh në të ardhmen. Faleminderit shumë që ne sillni kisha në program, ndërsa ne do shkutim tani për një